O manjak që shef çdo femër që vjen, që shef çdo femër që vjen. Unë t'paktën ato që desha mora. Unë ato që desha mora. Ti je manjak. Ti je manjak. Je manjak që shikon çdo femër. Je manjak që shikon çdo femër. Je manjak që ne vëri të mendyr. Me sa duket për Inën, Stenaldo, një i verbër, është një manjak që shikon çdo femër në atë shtëpi. Stenaldo. Dua të dëgjoj Stenaldo një herë, pastaj Banor, ju lutem, flet Stenaldo, pastaj Ina, nuk flet askush tjetër. Për te diferencës shikimit që nuk është për ta vënë tavolinë ndoshta këtu, po unë po e them prapë që fjalët që thon njerëzit shkojnë për te gjuhës. Fjalët që thon njerëzit tregojnë zemrat dhe shpirtrat e tyre, tregojnë karakteret që kanë, dhe ta vend këta maskën, kjo është në kuadër të lojës, po ne bëjmë për lojë, po se ne jemi kështu jashtë, për sa kohë këtu drejtohen me tone të tilla, me fjalë të tilla, që detyrojnë edhe njerëz modestisht si puna ime, apo e Kristit, apo ndoshta e dikuj tjetër këtu brenda, që se kanë për natyrë, me fol me gjuhën tuaj, të flasin me gjuhën tuaj. Turp tu vi, Inës po, ati që doli, këti që do dali avash, për atë që po sjellin në këtë shtëpi dhe për atë që po i servirin shqiptarëve në shtëpi tyre. Ti nuk je modest, ti je posesiv. Atëherë, që ta sqarojmë pak se nuk ishte vetëm dy fjali edhe këtu mbyllet e gjitha dhe jo ua e turpshme, se këto dim t'i bëjmë të gjitha në Prime, se kështu bëjnë ta. Kur janë në Prime thonë ua e turpshme, sa mbyllet Prime i hajmë darka të jashtë, ndryshojnë komplet pllakën edhe vinë të gjithë të përqafojnë pufin, turojnë, hajde rrim, hajde bëjmë etj. Tani një sekondë fjala ime, nëse ju nuk respektoni fjalën time, prapë vetëm. Thuaj fjalën tënde. Jo, respektojmë ty se fjalën ta respektojmë. Jo, Selin, ka një problem shumë të madh këtu, se Juve, flisni, jo ju lutem, Juve flisni për një standard tjetër kur është dikush tjetër i prekur dhe jeni të parët që prishni standardin sa herë që ju jepet mundësia. Atëre, Ina mund të thot diçka me të cilën ti nuk je dakord fare. Dhe është e drejta e saj ta thot deri në fund. Okej? Ju nuk ka nevojë miri fare. Aty jeni për të folur kur ju jepet fjala, sikundër jeni edhe për të dëgjuar. Dhe ju harroni që ndonjëherë të dëgjosh, është më mirë se sa të flasësh, se nuk është se nxirrni të gjithë perla nga goja. Ina. Atëherë Lidion, sepse siç po thoja, çdo gjë është shkak pasojë në këtë shtëpi. Pra, nuk mund të jepet një klip me dy fjali të mijat dhe të thuhet kjo është e turpshme, sepse unë i thash atij ti je manjak sepse sheh çdo femër që vjen. Gjithçka nisi kështu. Stenaldo gjithkohës më është drejtuar me fjali të ulta për mendimin tim që mund t'i drejtohesh një femre. Më ka thënë, e dim ne se si për çka ke ardhur ti këtu, mënyra se si ke ardhur ti këtu, çfarë përfaqëson ti, etj. Pra, të prekësh një femër në moral nuk të bën më burr, Stenaldo. Dhe nëse ti e mban veten për shumë burr, atëherë këtë lloj sjellje e para nuk duhet ta kishe bërë. E dyta, gjithçka ka nisur të lutem më lër të flas dhe pastaj më kundërshto. E dyta, gjithçka ka nisur aty jashtë kur ne kemi qenë te këndi. Dhe ti ishe lënduar nga këmbët dhe Kesi të tha, Stenaldo të duhet ndihmë dhe ti gjithë në veri the, nuk kam nevojë unë për ty. Një sekond. Po si të tregoj? Po mi ata tregoj në versionin tim dhe pastaj vazhdoni dhe ju, si mendon? Ata bëjmë kështu, se ka vetë njerëz aty jashtë na kanë ndjekur edhe gjykojnë. Po gënjen Nina, po gënjen Joela. Ta bëjmë këtë. Pra, dhe unë i thash, Stenaldo, sjellja që bën ti nuk tregon mirë për ty, sepse gjithkohës ti më drejtohesh mua, Kesit, apo edhe disa banorëve të tjerë, por specifikisht mua dhe Kesit, me një gjuhë urryese, sikur ke një mlef brenda vetes, pa të bërë asgjë, sepse mua dhe Stenaldo nuk na lidh asgjë përveç se ndajmë këtë shtëpi dhe ambientet e përbashkëta. Vërtet që sa lidh. Dhe gjithçka nisi këtu. Dhe aty sipër ka qenë një lojë e Kesit që i thonë i e ngacmonte për Juelën edhe i thoshte ke rënë dashuri me Juelën, por tani që erdhi Baby G e harrove Juelën. Dhe unë atë momenti kam thënë për mendimin tim, ti je një manjak femra sepse e sheh çdo femër. Bravo, të lutem. Sa vjen? Kjo ka qenë e gjitha. Tani një sekond. Tani Ledion. Po më se të dëgjoj Stenaldo, të dëgjoj. Ka një lidhje logjike çdo gjë. Ka një lidhje logjike çdo gjë. Të dëgjoj Stenaldo. Ka një lidhje logjike çdo gjë. Ina mos gënjej Ina se nuk është kështu fare. Të dëgjoj Ina nuk është kështu. Kesi e ka ngacmuar Stenaldo. Monik, të lutem, duhet të them dy gjëra. Dhe mos gënjej, dhe ti ke ndorur aty. Biles Kesi ka vepruar shumë gabim. Monik. Stenaldo, po Stenaldo. Po sikur nuk jetoni në këtë shtëpi, më tani se shikoni një klip 1 minutë aty. Jo, më jo
se shohim një klip, më shohim. Duhet të jetoni 24 orë. Po jo, Ina, mos bëj gjithë dinamikat e kësaj shtëpie. Mos bëj viktima. Kjo është viktima. Kjo është smunduri. Njëri që ka qenë më e tërhequr këto kohë kam qenë unë. Fare s'ke qenë të tërhequr, bile se mori qafën atë tjetër. Për çka ka ardhur këtu dhe ke mbaruar punë. Ina, çfarë bëre ti mbasi Stenaldo mbaroi sfidën dhe u ndjesh shumë të mos shpërndajeni me Juela, mos u shpërnda me historinë. Stenaldo, ke një përgjigje për këtë? Ledion, përpara të gjithave një. Pra, ke një përgjigje për faktin që Ina thot, në fakt, përgjigja ime që natyrisht mund të jetë edhe e tepruar, është kundër përgjigje e një rekursi të vazhdueshëm të Stenaldos, Karshi Meje dhe Jo, Ledion, vjen keq, nuk është kështu. Këtë po pyes pra, cila si përgjigje? E di pse nuk është kështu, edhe unë zgjedh tani të ti referohem një personi këtu në shtëpi që e konsideroj kundërshtar shumë të fortë dhe rival gjithkohës. Nëse Kristi do kishte qenë shkak i daljes së kesit me Zarë të Zi, atëherë logjikisht mund të kisha qenë edhe unë. Kesi sot është përjashta nga shtëpia për hesap të tij dhe për llogaritë të tij dhe për gabimet të tij. Jo për qëndrimet që kemi mbatur ne. Përveç kësaj, është e rëndë shumë të dëgjosh që unë që nga një manjak vajzash, është një term për te çdo që ti je një femër e pamoralshme, e dim ne se çfarë Ina, ka ardhur këtu me një puthje që ndar një çift atje jashtë. Kështu ka ardhur. Është e vërteta jote. Është e vërteta jote, Ina. Është e vërteta jote. Jo imja. Është e vërteta jote. Ti ke treguar nivelin tonë këtu edhe edukatën që ke ndaj femrave. Ke treguar në çdo moment. Është e vërteta jote. Të të vi zor për njeriu që përfaqëson. Të të vi zor për njeriu që përfaqëson. I ke thënë me këpo gatuan. Dhe sa i përket, Nina nuk dua. Të të vi zor. Dua të pyes pak Baby G, ti je vajza më e re e shtëpisë, atë është dukur Stenaldo manjak? Stenaldo është një çun me shumë kulturë, shumë respekt edhe shumë logjik, edhe shumë pëlqen si shoku im, edhe nuk është që e kuptoj fjalë manjak, po jo. Pra, fjala manjak është një përndjekës si vajzave në sensin... Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Monika. Unë mendoj që Ina është shkaktarja e gjithë procesit të... Përveç se Kesi ka problemet me sjelljen e vet në shtëpi gjatë gjithë kësaj kohe dhe e kemi diskutuar gjithmonë. Ina është shkaktarja që e nxiti edhe kundër Kristit, sepse po ta shikoni, Ina ishte ke krevati që i hodhi grushtin e mizave Kristit, ati i Kesit dhe Kesi kërceu pupthi. Në aspektin tjetër, në marrëdhënie me Stenaldon, Ina gënjen, nuk është e nevojshme të përsërisim këtu fjalët çfarë i tha Kesi Stenaldos në marrëdhënie me Baby G-n, dhe aty menjëherë Stenaldo ju përgjigj, ju tha nuk mund të jenë të gjithë njerëzit siç sillet Kesi me Inën. Që me thënë të drejtën, është një, unë kam thënë me kohë që është një gjë shumë e shumtuar që ne shikojmë aty. Dhe faktikisht dhe vetë reagimi i Inës aty akoma dhe më shumë e rëndon situatën e Inës tashmë, sepse Kesi s'është më aty. Kështu që për mua në këtë këndvështrim shikoj që kot nuk e kam pas thënë atë, cherchez la fond, e morin qafi Ina të shkretin Kes, po edhe Kesi ishte pa men kokë që përfundoj ashtu, sepse hyri si një Don Juan vulgar dhe doli me të thënë drejtën diçka pa vlerë fare. Arber? Në fakt, unë kur e kam parë këtë, e kam kthyer një 3-4 herë, se në fillim herë doja ta kuptoja se s'po merresha vesh si i pa ky këto. Domethënë, mos ndodhi mbeturia. E ktheva disa herë. Pastaj thash, okej, mirë që i pas ka pa, po pse është manjak? Se me i pa ato, s'ka në gjë të keqe, e kupton? Dhe pastaj fillova ta riktheja disa herë dhe kuptova që theksi ishte për të nxjerrë Stenaldon si një njeri që domethënë i ka qef vajzat. Po pse mos i ketë qef vajzat ai? Ti ketë qef vajzat, gjë dhe gocat bukura aty. Dhe ka gjithë vajzët, që mos u më gjithë. Çfarë Roger, çfarë? Më fal Roger, se nuk kuptoj se vë dhe këtë dorën përpara, a thua se ç'a po thoje? Stenaldo e ka gjetë vajzën e tina. Kush është? Quhet Juela ime e çunaj. Po. Kështu që prandaj po thiju. Juela, mos u mërzitni për te se a e ka jeti gjetë. Juela Stenaldos apo jo? Juela ime. Juela ime, Stenaldo im. Bravo. Shiko. Kush kërcen Napoleonin? Stenaldo bashkë me Juelen. Nuk të shkon fare, Roberti. Atëherë, Ledion,
Po, ju Ila. Unë jam shumë krenare që kam njohur këtu në Big Brother një shok dhe një mik si Stenaldo. Dhe unë kam një afrimitet miqësor me Stenaldo dhe duhet jetë shumë e qartë, pastaj sepse banor duan të lozin me këto epitete, le të lozin. Nuk është interes fare imi. Pra është vetëm... Më thuaj. është miqësore, pra, e kuptova. Absolutisht. Okej, Stelina, si e komenton largimin e Caseyt? Të them të drejtën, po mundohesha mos jepja koment për këtë, por patjetër e merituar duke qenë se ishte edhe krenar që kishte 3 zarfe mbi kurriz. Pra mos më thuaj tani që s'tu bë qefi kot. Jo, patjetër, po e them të gjën, ishte e merituar dhe patjetër që më bëhet qefi, jo për mua, absolutisht, po për faktin që këtu ka shumë njerëz me vlera, të cilët nuk po arrinin dot ti përcjellin të gjithë vlerat e tyre, sepse Casey bërtiste me gishta në vesh edhe shante dhe ofendonte çdo njeri që i dilte përpara. Okej. Ndërkohë dua të di dhe një opinion nga Artani në lidhje me situatën. Tani? Deri para 2 javësh ja njihje vlerat Casey. Kur e ndiqe Casey te pishina ja njihje vlerat Casey. Kur e ndiqe Casey te pishina ja njihje. Tani nuk janë një më. Mere dhe mëndjen tani, rëndeje. është bajt një njëri që ke kaluar kohë. Ja kam thënë jashtë. Ai është dikush që ka lëgjur mjetën tënde, të paktën për hir të asaj që ke kaluar me të, nuk duhet të kishe folur për të. Goca, më lejoni pak Tani. Nuk e përkra absolutisht. Tani, a e ke vënë mikrofonin apo jo? Po, okej, haj. Duke parë pozicionin të vështirë shumë faktikisht të Kristit, të Casey, i thoja gjithmonë kësaj. Kemi zgjedhur nuse për... Kujt kësaj? Inës, okej. Atë i thoja, kena zgjedhur një nuse për ta rehabilituar atë djalë. Kur do ti që aty ishe vetë ti që e ndeze atë, se s'mund të thush, ore ti do marrë qaf çdo lloj mashkulli në atë që bën aty. Sepse ti ishe, sepse ti veti the, ma bëri kështu Kristi, ma bëri kështu. Po s'ka, ty të ta ullë zhaka. Jo ti edhe, kjo është dhja. Jo, ta t'igjojmë Tanin se Tani ka dhe përvoj, pra është edhe, ka dhe përvoj jetësore. Po pra, edhe pashë ti dhe do bëj kështu. Po pra, sepse e tha. Mos të merë me Kristi. O Kristi, mos të merë me Kristi, le të flasë. Casey ishte prezent në momentin që unë e tha. Casey ishte te krevati vetë, Kristi ishte tu dhe unë thash. Unë po flas. Me rënd në dhomë. Në atë moment Kristi thot. Fond, që quaj nga krevati. Ore, nuk e ndalove. Casey e dëgjoj këtë. Po pse nuk e ndalove, vajzë? Nuk e di temperamentin e Casey, pse nuk e ndalove? Ska qatë bëj unë, o Tani? Unë ta jap fjalën ty në rrim Mateo, qatë bëj.